Mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 2 personave të zhdukur gjatë luftës, janë gjetur gjatë gërmimeve 3 ditore në lokacionin Përzhen të komunës së Rahovecit. Në këtë lokacion ku më herët kryen gërmime edhe ekipe të tribunalit të Hagës dhe të Umnikut, dyshohet se ka eshtra të 8 të zhdukurve. Në një konferencë shtypi pas gjetjeve, antropologu mjekoligjor Dritar Haliti bëri të ditur se eshtrat e gjetur janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për verifikim. Duke falenderuar punës analitike të Kryshit Kusht Ndërkombëtar, por edhe të institucionit tonë, përkatësisht Departamentit për Njëhtimin e Krimit të Lutës në Policinë e Kosovës, është ardhur në përfundim që një numër i viktimave, përkatësisht personave të zhdukur, ka mundësi që ende janë të varrosur këtu, përkatësisht që nuk janë zhvarrosur gjatë punimeve në të kaluara. Ky numër është deri në 8, pra nuk mund ta saktësojmë, mund të jetë edhe më i vogël, por maksimum mund të jetë deri në 8. Kushtrim Gara, antari Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, theksoi se eshtrat janë viktima të masakrës së Rahovecit të vitit 1998, ku forcat serbe vranë mbi 100 civil. Po flasim për verën e vitit 1998, ku forcat serbe në krimet e përmasat gjenocidale të kryera ndaj popullatës shqiptare dhe përpjekjen e tyre të fshesë gjurmëve të krimit, ku fomat e më shumë se 40 viktimave kanë varrosur, po e them kanë varrosur për shkak të familjarëve, me këtë rast kanë groposur në përpjekjen e tyre të fshesë gjurmëve të krimit në këtë zonë, këtë lokacion. Andin Hoti, kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, e akuzoi Serbinë se po e zvarrit procesin e zbardhjes së fatit të pagjeturve. Sa lokacione, njëra prej tyre që për ne ishte më prioritet se të tjerat, por si që të tjerat janë prioritet, ishte rikthimi Batajnis. Ne kemi informacione të shumta që në Batajnis, kur është punu në fillim të viteve 2000, nuk kanë arrit me tërheq të gjithë trupat që janë marrë për më prej 724 trupat që janë marrë atje. Serbia përmes një loje të saj diplomatike po tenton Batajnisin me shty dhe në vend Batajnises ka pranu me një lokacion, prej 3 lokacione që kemi pas me urgjencë, me shku dhe lokacion quhet Kozhle. E familjar të personave të zhdukur, kritika u adresuan edhe institucioneve vendore. Ne si familjar asnjëherë nuk jemi të kënaqur me punën që është bërë, për faktin se akoma janë 1500 e sa njerëz të zhdukur, kështu që ne jemi gjithmonë në kërkim, në pritje, edhe normal që jemi të zhgënyer me të gjitha politikat të cilat nuk kanë arritur të bëjnë presion akoma më të madh për ta zgjidhur këtë problem një herë për gjithmonë. Gjatë 2025-s, gërmime u kryen në 33 lokacione e janë gjetur mbetje mortore të 22 individëve. Procesi pritet të vazhdojë më 2026. Nga lufta e viteve 1998-1999 në Kosovë, të zhdukur janë ende më shumë se 1500 persona.